një Shqipëri të re, dua një Shqipëri me njeriu që mendon me kokën e tij, që nuk djeg nga mbrapa parrullat më të forta apo atë që është më i pushtetshëm, mbi të gjitha, pra njeriu që mendon. Do të kërkoja një ndryshim kulturor, një ndryshim edhe të gjuhës me të cilën komunikojmë me njëri tjetrin, të gjuhës që siç thonë një filozof, është ajo që na flet, nuk jemi ne që e flasim atë. Që në ditën e parë, tek drejtoria e policisë kam folur. Po motivi i parë ishte thjesht po bëj detyrën për ndërgjegjen time, në kuptimin se më bën një thirrje, kishte ndodhur ajo ngjarje e atij personit që u tërhoq zharr në zvarr në Nart. Hajde bëjmë një protestë. Edhe shkova, ishte ditë e diel, me mendimin se po bëj pra detyrën time, kam shkuar shpesh në për këto lloj protestash. Edhe aty dhe fola bile, u habita që kishte më shumë njerëz nga që prisja, sigurisht jo masa që u bë më mbrapa. Pra dita e parë ishte thjesht bëj detyrën, kthehem në shtëpi dhe jam pak më i qetë me ndërgjegjen time. Pastaj pash që të nesmen ishte shtuar numri dhe mori zjarri me fjalë. Nga ajo flaka e parë u rrit flaka, u bë një zjarr i madh. E sigurisht që motivet filluan të artikulohen, të pasurohen, siç gjithë protestuesit, apo jo. Pra në fillim nuk është se kërkuam dorëheqjen e qeverisë. Unë thash duhet me shku me protestu, jo vetëm përpara policisë, po edhe përpara SPAK-ut, sepse këtu është krimi organizuar, atje duhet shkuar edhe përpara zyrave të qetë kastratit, edhe përpara ambasadës amerikane, se ishte Kushneri. Kam qenë shumë kritik në shoqërisë shqiptare. Kam thënë bile, duke cituar Konisën, a ka të rinj Shqipëria, s'ka të rinj, ka ca që kanë lindur përpara, ca që kanë lindur mbrapa, në kuptimin që përsërisin të njëjtën kulturë. Ajo që kuptova unë këtu është pjesërisht ndoshta një brezëri që gjithsesi ka ndryshuar, që unë nuk e kam vlerësuar aq shumë, por mbi të gjitha një akumulim mlefi, frustrimi të madh, që shumë njerëz edhe pse dukeshin të nënshtruar e kishin brenda atë, si më thënë, farën e revoltës të mbjellë dhe të kultivuar, që prisnin një moment dhe ai moment erdhi me atë treqen zhag dhe aty pastaj u shkarkuan gjithë frustrimet e 35 vjetëve politikë grabitqarësh. Padyshim që është më e madhja, më intensivja, ka të përbashkëta dhe ka dhe të veçantat e veta, ka të përbashkë këtë akumulimin e zemërimit me një sistem që e ka quar në ekstrem popullin, kështu ka qenë dhe 91-shi, kështu ishte dhe 97-a, se kështu është edhe kjo. Në 97-ën kishte më shumë një zemërim që buronte edhe nga humbja e parave të gjithë secilit. Këtu ka një ndjenjë më ideale në kuptimin nuk është se kanë humbur personalisht në kuptimin paratë e veta, po është diçka që përshikojnë që po ju hikën prona publike, pra ka një ndjeshmëri më të madhe për diçka. Kjo është më e madhe si vetdije. 2 herë më ka sulmuar Rama, në fakt. Herën e parë ju ka thënë protestuesve që ju shkoni pas Beri Ajt, ato Lubonjës, po ai e ka mafia, por ai është si ata që e kanë dënuar, pra duke u viktimizuar sikur unë po bëj akuza. Edhe herën e dytë, ndoshta ka thënë ka paftyrsi në kuptimin që më kërkon mua llogari për Arubën. Është pak a shumë me atë tezën që duhet ta vërtetojnë ata, ne, domethënë edhe unë në këtë rast, se ai është padrino, siç i tha Financial Times. Si e kam gjykuar këtë? Është në kulturën tonë politike të shguar, fatkeqësisht në gjithë klasën politike, dhe Rama është kampion i kësaj, që nuk kërkojnë asnjëherë një shkak tek vetvetja, po projektojnë gjithmonë fajin e tyre tek të tjerët dhe mbrohen duke sulmuar, duke denigruar, duke sharë, duke thënë gjithçka dhe pa menduar asnjë çast prit se mos ka mund diçka këtu. Sepse herën e dytë më ka sulmuar edhe me që isha me një flamingo, ndërkohë që pastaj mas një jave harroj dhe tha flamingot ishin të mira, po kanë dalë sorrat.
Unë s'kam asgjë as me sorrat, as me flamingo, se janë gjithë zoqtë, edhe janë të gjithë të bukur në mënyrën e tyre. Po këto janë një gjuhë fyese që është e vjetër, e vjetruar dhe e konsumuar dhe nuk funksionon, po them. Dhe gjëja kryesore që duhet ndryshojmë është pikërisht që të kalojmë nga autoritarizmi, nga arbitrariteti, nga një parti shtet në një demokraci, në një shtet të së drejtës dhe jo në banda në pushtet, që nënkupton dhe ndarjen e pushteteve, drejtësinë edhe mediat e lira, gjitha këto. Ky është thelbi që është themeli i demokracisë, mbi të cilën mund ngrihet e majta, e djatha, parti më nacionaliste, parti më progresiste, e tjera e tjera. Themeli është ky, që të ketë një dialog midis të gjithëve. Kjo lëvizje pra ka nevojë që grupimet ndryshme që mund të kenë, që kanë, jo mund të kenë, po dhe që të tjerë që mund të vinë dhe mund të kenë mendime dhe vizione ndryshme politike, t'i bashkoj kjo gjë e përbashkët deri në rrëzimin e qeverisë. Dhe kjo mund të ishte lëvizje. Pas kësaj, mendoj se këtu mund të formohen parti nga kjo protest. Unë e shikoj veten më shumë, qoftë se do të bëhesha pjesëtar i një parti, po unë jam përgjithsisht gazetar dhe besoj do qëndroj në atë punë, shkrimtar. E shikoj tek një parti e gjelbër, që ka nevojë Shqipëria, një e gjelbër që ka dhe elementin social për të mbrojtur pra se ka lindur nga ndjeshmëria ndaj natyrës, ndaj ambientit në Shqipëri, që është në rrezik të madh. Dhe ky rrezik i madh është shumë i rëndësishëm që të artikulohet shumë mirë edhe nga pikpamja e një partie që do të ishte e re në Shqipëri, me të rinj që duan natyrën për të luftuar atë që quhet trusti i betonit, që është trusti i pushtetit në Shqipëri. Se Edi Rama nuk është gjë tjetër veç se padrinoja ose kryetari i trustit betonit. Pra këtu e shikoj unë. Mund të ketë pastaj edhe partitë tjera, padyshim, që mund të lindin, mund të ketë një parti që e mbështet e majtë, se këtu ka një problem të madh, që këtu ka shumë nacionalizëm, dhe mendoj edhe një parti nacionaliste që të mbroj, po edhe kur ta mendoj atë parti nacionaliste, nuk e dua me këto retorikat folkloristike, e dua që vërtet ta duan vendin, dhe jo me mburrje kombëtare dhe me sa të fort jemi ne, sa mirë me qenë shqiptar, por me një dashuri të vërtet për natyrën, për njerëzit, për vendin, që duhet ta kemi të gjithë, kuptohemi, edhe ata të gjelbërdit, por dhe njëkohësisht me identitet kombëtar që mos vazhdojmë të jemi shtet vasal që na i legjitimojnë politikanët të huajt dhe nuk i legjitimojnë dot vetë. Qoftë se Gjertani erdhi një masë e madhe njerëzish, e bazuar mbi nevojat e barkut, si thuhet, të zëmërimit emocionale, duhet të arrihet një bashkim i ndërtuar mbi një vizion, mbi një shpresë, mbi një të ardhme Shqipërisë të ndërtuar së bashku dhe të bërë sa më të besueshme për gjithë njerëzit.